Dinamikat në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5 sa vinë dhe shtohet. Sigurisht sot në Prime do të hapet zarfi zi, i cili anulloi televotimin ku ishin pjesë disa persona ku më rrezikuara për të dilte, se tani më nuk është më pjesë e televotimit se u anullua, është Ina. Një skenar thonë që po përgatitet për të rifutur casein, të cilin e kemi parë në studiot kudo të Top Channel-i, duke folur për eksperiencën e tij, buza e gazit dhe sytë që i xixëllojnë, sigurisht do të ketë marrë ndonjë sinjal. Por duke qëndruar brenda shtëpisë, mendoj që përbërja e zarfit të zi ka të bëjë me një lloj dënimi që vllai i madh do t'i japi grupit të Gretës, e cila nuk zbatoi udhëzimet për të mbikëqyrur dhe për të organizuar një koreografi që do të paraqitet sonte në Prime, dhe ku pjesë e grupit janë Stelina dhe Ina, dhe nëse do të futen në një lloj izolimi në burg, në ndonjë variant tjetër të dhomave që vllai i madh besoj përgatit çdo edicion, do të shikohet se a do të kenë komunikim apo do të kenë ngritje. Mbetet për të parë vendimi i vllait të madh, por nuk besoj që do të jetë ndonjë televotim, por do të jetë një formë dënimi për të izoluar diku banorët, siç ishte vjet që kishte shpellë, kishte elemente të ndryshëm, dhe besoj që do të ketë sërish edhe këtë moment. Nga ana tjetër, Selin ka lënë gimbon dhe është rikthyer te miri. E them këtë pasi një bisedë është bërë virale në internet ku tregon karakterin e Selin si lojtare, ajo shkel çdo banor aty me këmbë, edhe siç është shprehur që nuk i intereson nëse do dalë gimbon nga shtëpia Big Brotherit apo jo, intereson vetëm të mos i dalë i miri, pasi me atë ka lojën kaq shumë hapur, kaq shumë hashiqare dhe kaq shumë pa teklif, pranon një lloj raporti që nuk është pranuar si nga vëllai, si nga kunata, por edhe babai në letrën që i dërgoi aso kohe. Pra nuk duan t'ja dinë më për si komentojnë jashtë, miri nuk do t'ja di më nëse babai i Selin e ka quajtur siç e ka quajtur, pervers edhe gigolo, nuk do t'ja di, edhe ka filluar sërish atë connection me Selin, ku nëse do t'i shikosh, të japi një lloj sikleti, të japi një lloj bezdije, ato sytë e mirë që deri diku nuk janë të një lojtari që e shikon Selin vetëm si lojtare dhe si strategji loje. Padyshim janë sy që në sytë e publikut japi një lloj tendence për termin manjak, siç është cilësuar miri. Pra janë sy shqetësues, sy xhelozues, sy që shkojnë përtej lojës, të ndoshta në kohë ka ndonjë lloj plani intimiteti. E nëse do ta bëjnë këtë, siç jam shprehur edhe në fillim, do të jetë një tabu, diçka që nuk është parë në Big Brother, e sigurisht do të kenë të gjithë komentet, të gjithë opinionet, siç i kanë deri më tani, por po qëndrojnë ende në pjesën e krevatit të atyre prekjeve të fillimit dhe nuk kanë folur për ndjesi apo për diçka që të shkojë përtej asaj që të dy e mbështesin njëri tjetrin si lojtar dhe si një trup i vetëm në atë shtëpi, ku me shenja të çojnë në një lloj diçkaje tjetër. Në një bisedë që kishte sërish miri me Selin për pjesën kur u ulën në prajmin e së shtunës që Selin u ul me gimbon, ajo i tha: ishte vendi bosh, pse nuk erdhe ti? Edhe ajo e kërkon, edhe ajo e do në lojë mirin, edhe ajo do të provokoj me këtë situatë, edhe a do t'ja mbaj që të kenë një lidhje intime për këtë situatë, që të kenë një raport sentimental, një raport feeling, një love story në atë shtëpi. Kjo mbetet për të parë. Shenjat janë deri diku, janë të ngatrueshme, një herë shikon si lojë, një herë shikon si strategji, edhe një herë shikon si një feeling që të dy e kanë, por padyshim një feeling që nuk po lind edhe që po kërkohet masivisht në rrjet, është ajo midis Brikenës dhe Mateos. Se kemi folur, kemi stërfolur ngurtësinë kemi stërfolur ngurtësinë që ka Brikena, por edhe atë këmbguljen që si një lloj partizani Mateos që vetëm me Brikenën Oska do të krijojë këtë raportin, këtë njohjen, këtë connection, këtë love story që të dy e dinë që brenda shtëpisë së Big Brotherit të jep material dhe të mban të mbërthyer me lojën, me audiencën jashtë, pra të jep atë vëmendje në Prime diskutimeve dhe situatave që komentojnë dhe gjykohen si në opinionin e opinionistëve, por edhe vetë banorëve aty brenda shtëpisë.
Kurse Rogerti nuk pa e ndalë gjuhën me ofendime, edhe po edhe me një lloj gjuhe paksa të vrasht, shumë arrogante, shumë paragjykuse, shumë e mlef, shumë të zezë, shumë stër, edhe pse ka kuptuar, e ka pranuar, thot do ta bëj këtë lojë se kështu do jem më ndryshe, edhe pse publiku mund të mos doj, por do më mirë kuptoj, kishte bërë një shprehje të gabuar me Stenaldon, jo sepse Stenaldo nuk është i Zoti për t'i kthyer përgjigje, por në kushtet ku është që dritën e syve Zoti nuk ja ka dhënë, ja mori si pasojë një sëmundje që i ra kur ishte fare i vogël dhe të ngacmosh në një pjesë që ka të bëjë me shikimin, për mua tregon sa zemërzes je, sa zemërzi je, sa zemër katran je, pra nuk gjet dot një përkufizim të saktë për t'ia vënë lojë që bën Rogerti me këto situata që nuk pranojnë në publik dhe është bërë shumë i bezdisur se vetëm nxjerr vrerë nga goja. Nëse do të mbetet tek lojtari provokues, jemi të gjithë dakord se duhet shtëpis një provokues, por ku kalon në epitete, në fyrje, në etiketime, në moral, në pjesë jashtë dhe mbetet tepërt edhe shumë too much në një lojë si Big Brother. Të gjithë jemi me sy e vetë se çfarë do ndodh këtë prime, çfarë do të ketë Zarfizi, mendimin tim edhe është, por edhe këtë raportin e riafrimi që ka Miri me Selin pasi mori informacionin që babai i Selin e quan perverse dhe zhikolo. Të dy janë parë më pranë njëri tjetrit, e ka mënjanuar pak gimbon. Big Brother vazhdon, do doja të dija dhe mendimin tuaj, por më kryesorja është që ti bëni subscribe kanalit ton Kuajo në YouTube.